Në 2 ferma në zonën e Dajqit në Shkodër është shfaqur infeksioni i murtajës së baktive. Nga shërbimi veterinar në këtë qark thonë se janë marrë masat për azgjësimin e krerëve të baktive, ndërsa ende nuk dihet origjina e sëmundjes. Në të vërtetë kjo është një sëmundje që transmetohet nga kafshët e smura të kafshët e shnoshta, domethënë, por nuk është konstatuar që në fermën e fjalë të ketë pas lëvizje kafshës. Por ajo që është e rëndësishme për fermerët është fakti që ata duhet sidomos të mos pranojnë të mos fusin kafsh me origjinë të panjohur. Pra, të mos fusin kafsh të imta dera bolli që nuk janë të pajisur me certifikat veterinare, që janë të pamatrikulluar. Po masi nuk dihet origjina e tyre dhe ekzistojnë gjithmonë rreziku që të preket ferma dhe natyrisht të eliminohet plotësisht. Për fermerët që kanë baktitë matrikuluara do të ketë dëmshpërblim për humbjet që kanë pësuar nga sëmundja. Në zonën e malit të Gjymtit, në total janë 4 ferma, ndërsa autoritetet e kanë vendosur zonën në karantinë. Do të sjellem me mendje faktin që tregu i kafshëve të imta momentalisht është i bllokuar sipas urdhrit ministrit, pra nuk do të lejohet tregtimi i kafshëve të imta, nuk lejohet lëvizja e kafshëve të imta nga ferma në fermë, nga ferma në kullot, pra domethënë fermerët këshillohen që kafshët e imta të kullosin në zona që nuk shkelen nga baktitë të tjera. Murtaja e baktive u rishfaq në Shkodër pas një viti, ndërsa në 2025 pati 3 raste të kësaj sëmundje.